Përshëndetje të nderuar miqtë mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë pak sekretin e skenarit se çfarë do të ndodhen të shtunën. Sara Hoxha në Instagramin e saj zyrtar ka publikuar një pjesë të skenarit ku e kanë nxjerrë skriptën e skenarit dhe surprizës për Laert Vasilin, Oda e një jete. Si që duket në shtëpinë e Big Brotherit do të bëri dhoma ku Laert Vasili ka jetuar. Kujtimet me babajin e tij, kujtimet me nënën e tij, do t'jetë nëna zonja Rebeka që do t'jetë përsëri në Big Brother. Do shohim se si e ka përjetuar këtë famën që ka ndërtuar dhe si që duket në Storm Arena do të shndrohet krejtësisht në një dhomë të bukur në jetën e Laert Vasilit. Tashi këtu shkruan kështu: Light, ngjyrat light, do me thënë, hyn në shtëpinë e Big Brotherit për të surprizuar simbolike dhe duke festuar jetën e tij përmes asaj që ka jetuar, duke i lidhur me tiparet të tanishme. Okej, do me thënë, kjo është se si do të ndërtohet dhoma, se si do të bëhet, do me thënë nga e kaluara në të sotshmen. Normalisht do ketë edhe për Gjestin, do ketë edhe për Eglin, do ketë edhe për këtë Rozanën. Si që duket Big Brother po i ngjason formatit finalja të vitit kaluar, ku surpriza do t'jenë të gjitha të pozicionuara në këndin e jetës së banorëve. Sara ka nxjerrur veç një pjesë shumë të vogël dhe duket shumë pak, por ne arritëm që ta kuptojmë dhe normalisht ta bëjmë penin litar tashmë për ta kuptuar se çfarë do ndodhen. Unë e mendoj kështu, që Storm Arena do t'jetë këndi ku të gjithë banorët do të pozicionohen në surpriza. Tani, duke e ditur shkaktësinë e Top Channelit dhe sa njerëz punojnë për Top Channel dhe sa njerëz do të punojnë atë natë në finale, që jam shumë i sigurt që do të jetë i gjithë Top Channeli aty, e kanë shumë të thjeshtë për ta ndryshuar disa herë Storm Arenën ose ndonjë pozicion tjetër e cila është para hyrjes kryesore të derës të Vodafonit. Zakonisht në këto dy pozicione kanë qenë surprizat. Jam shumë i bindur që surpriza e Laertit do t'jetë tek Storm Arena, nga që ka më shumë vend për ta shndërruar në dhomën ku ai ka jetuar, për t'i çuar banorët të përjetojnë emocione pafund, për t'i çuar banorët të përjetojnë kënaqësi pafund dhe për t'i çuar banorët që të kënaqen në maksimum. Dhe kjo në fakt do ta bën që t'jenë në qendër të vëmendjes dhe që ta kuptojnë se sa rëndësi ka nata e spektaklit kryesor. Do me thënë, nata finale do t'jetë një natë zjarë, nata finale do t'jetë një natë që do t'na lërë të pozicionuar për ekrani qoftë deri në orën 3 të mëngjesit, vetëm për ta parë se çfarë do të ndodhen dhe mbi të gjitha për të kuptuar sekrete. Por unë sekretet më të detajuara në fakt se çfarë do të ndodhen në finale, unë do t'ju asjell të shtunën, ditën e shtunë. Këtë e keni vetëm pak tani për t'ju mbajtur pak aktiv se çfarë në fakt do të ndodhen në finalen e madhe. Ne do të takohemi sërish së bashku, vazhdoni na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.